Tensioni në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 është rritur ndjeshëm pas nominimeve të fundit kur në televotim kanë përfunduar Seno, Lorna, Kristi dhe Selin. 4 janë ndodhe tashmë në rrezik dhe njëri prej tyre pritet të largohet spektaklin e radhës. Sipas diskutimeve brenda shtëpisë dhe reagimeve në rrjetet sociale, Seno shihet si banori më i rrezikuar për t'u eliminuar. Sjellja e tij gjatë ditëve të fundit, përplasjet me disa nga banorët dhe perceptimi se loja e tij nuk po e bind publikun, e kanë vendosur në qendër të kritikave. Nga ana tjetër, Lorna dhe Kristi duket se kanë një mbështetje më të qëndrueshme, ndërsa Selin po fiton simpati për qëndrimin e saj të qetë dhe distancimin nga konfliktet e forta. Megjithatë, gjithçka mbetet në dorën e publikut. Televotimi është i hapur dhe çdo vot mund të ndryshojë fatin e banorëve, duke e bërë largimin e kësaj jave të paparashikueshëm. Po ju, kush mendoni se do të largohet?